njerëzit në Kosovë, po flasë për Kosovë, dojnë edhe moralin, dignitetin e tyne me e shqitë për mu bo të famshëm, për me i njoft dikush. Mu nuk më blenë për shtypje fama. Unë, kur jom bo për veti viral, unë e kom kajtë, se kom thonë nuk moj me jetu kështu, qka është, ja me komentu njerëzit për mu. Njerëzit nuk e din qa vjen pas famës, amo e dojnë me pa tjetër famën. Edhe generata e re, tash kanë qef vish me kap që të famën e shpejt, po dalë po thëmë që shtu, po folje, po kap na me dikën debat, se dhez. Apo të qëndrëmsh me këto konflikte? Unë e saher jom kap me dikën, se po flasë kështu ta ma shqip. Saher jom kap me dikën, jom kap se për një meq, është edhe kër jom dalë mas emisionin, si kom folë që ati personi. Edhe ka halon njerës që nuk flasë me ta. Unë nuk kom bo plana asë njëherë para emisionit, po kapëm se dhezëm. Për që ata kom dhezë. Ka qenë gjithë s'ka natyre t'jilë. Po, edhe unë kam vështirë që në qëfëse ne debatojmë bashku, në dalë dhe t'jap dorën, pastaj jo e marrë shumë personale, po mendoj që kur t'je bë një debat me qëllimin për të bërë viral apo për të kapur prajmin, nuk është reale, dhe përsa kohës është reale, pëse unë duhet debatoj me ty në qëfëse unë nuk mendoj realisht